Banorët e njësisë administrative Suç në bashkinë e Klosit kanë vijuar rezistencën e tyre për të ndaluar ndërtimin e hidrocentraleve në përrojën e Lusës. Edhe këto të mërkur banorët ndaluan mjetin e kompanisë Doma në fshatin Kurdari. Edhe pse në mbështetje të kompanisë ishin efektiv të postës policore Klos e të shqiponjave nga drejtoria vendore e policisë Dibër, banorët nuk lejuan makinën e kompanisë të shkojnë në kantirin e ndërtimit. Banorët deklarojnë se do të vijojnë rezistencën e tyre pa kompromis dhe i kërkojnë kompanisë të heqë dorë nga ndërtimi i hidrocentralit, të cilin thonë ata nuk do ta lejojnë edhe nëse paguajnë çdo çmim. Gjithashtu banorët i bëjnë apel institucioneve vendore e qendrore që të anulojnë lejen e dhënë për ndërtimin e disa hidrocentraleve në përrojën e Lusës të fshatit Kurdari. Sot banorët e Kurdarisë janë mbledhur këtu për të protestuar kundër vendimit arbitrar të gjykatës administrative. Një vendim korruptiv, duke mos marrë parasysh as një dëgjesë reale të popullit të Kurdarisë. Edhe fëmijët e shkollës, kur nismi për protestë, thonë, gjysh, do shësh protestë, do më në marrë ujtë, vetëm ke fjalë do të tingëlloj tek pushtetarët. Ta anullohet me njëherë ai vendim arbitrar, se Kurdaria jeton me ujë. Uji është jeta dhe ne do ta mbrojmë me fanatizëm. Ne duam të mbrojmë ujin tonë. Sa herë shohim dëmën, dalim rrugën e bllokojmë. Do të japim jetën e ujit selshëm. Por që ne i bëjnë zbet kohë, dash të fitojnë gjyq, dash mos fitoj. Qa të ujë në kapër të amorë, se do në dëma e ka shpinë në blesh. As to ka ujë në kaktu. Që ato që ka shumë firma, janë 500 sa firma, janë për llogaritë ati. Mirë që nuk kemi dakord, po janë në dy shpitare akular për të pengu ujtin. Në mëse mërë, për që ne nëse ja bëjë zbetin kohë, nuk ka për ta fitu. Megjithëse gjykata është në disfavorin tonë, se kë ka qenë qysh në seancën e parë që ne nuk kemi pajtuar me vendimin që ka thënë gjyqtarja. Sepse ajo qysh në seancën e parë do të jepte masën e sigurisë. Pra, masën e sigurisë padis, me qëllim që të shmangim të gjithë konfliktin, përplasjet dhe që të kalojmë në situata që janë të padëshirueshme. Mirë po, kryetari drejtuesi e seancës nuk na dha edhe të drejtën e fjalës për të shprehur shqetësime, sepse tha, ju tha nuk keni tha pjesë e paditëse, po pjesë e paditëses është e gjithë populli Kurdarisë. Pavarësisht se ne aty kemi shënuar 7-8 veta. Edhe ne si popull nuk do ta lejojmë kur ta ditë që të punë, firma dhe gjithë, sepse ne jemi në të drejtën tonë. Jemi në të drejtën që na ka dhënë Zoti, pra sepse jeta është e ndërtuar atje ku ka ujë, atje ku s'ka ujë nuk ka jetë, me një ka jetë në shkërtinë e Saras, po jetë ka aty ku ka ujë. Edhe Kurdaria është në drejtën e vetë, ne banorët e Kurdarisë jemi në të drejtën tonë, nuk po i bëjmë qafë kujt. Ne kërkojmë nga institucionet, megjithëse kërkojmë që ta imponojnë, ta detyrojnë firmën të heqë mjetet tu. Sa nuk është vonë, sepse këtu jemi pra kazani po zihen. Edhe këtu jemi nga moment mund ndodhi në katastrofë ose në tragjedi dhe pastaj nuk ka vlerë më fare. Se çfarë mund ndodhi? Ndash t'i heqin, ndash mos t'i heqin. Si të bëhet viktimë një, qoftë firmës që ne nuk duam absolutisht që ndodhin, qoftë edhe vëllezërve dhe këto komunitetin ton, nuk duam të ndodhi diçka e papëlqyeshme, diçka e pashtu. Por gjykatat, pushteti vendor, pushteti qendror, aty po e detyron popullin. Që të shkojë të bëj vetë frijim. Tash ne na thon mos e blloko rrugën. Shtet më demokratik se Greqia ne nuk kemi. Del Greqi, të gjithë fermerët bllokojnë autostradën. Ne këtu na thot na keni blloku rrugën. Ku blloku rruga? Ne kemi blloku firmën, jo rrugën. Kush të doj rrugën e ka lirë, për të mirë e për të keq. Për një shi që i bën një prish për dhim. Ne do të rezistojmë deri në vdekje. Për arsye, se ne nuk kena rrugë tjetër. Dhe i që një mesazh Edi Ramës, se është vetë Edi Rama, që ka thonë vetë që kush merr ujtin, i merr shpirtin fermerit dhe punëtorit dhe fëmijëve tonë gjithë Shqipënisë. Këto që ka bo Ballukja, në qoftë Edi Rama e ka firmos pas faqen e zezë, qoftë nuk e din, e ka firmos Ballukja për lëvërditën e vetë, për interesin e vetë, sa atje ka veni Ballukja, e në dëma, e në tjetri,
për ndryshe të vinë të morin poplin, ta vrasin, ta zhduken, bëjnë hidrocentrale, se këtu nuk ka vend për hidrocentrale, këtu janë hurdha, janë liqene që mund pinë kafshë e gjallë, nuk ka ujë ma tepër mo. Këto që po e bën dëma, bashkë me Ballukën, bashkë me qeveritarë të korruptu, bashkë me deputet, se kemi në deputet që ju kina dhënë votën, ju dhash shtarit deputetëve, se s'janë burra ato, të vinë të qesin fajt një popull tu me 5.000 frymë banor, këto e ka bë vetëm, e ka bon rreth në motin në Kurdari. Dhe për këto do të majnë përgjithësi një, që ofë dëma, që ofë dhe qeveria dhe majnë përgjithësi se në të shkën deri vdekën nuk do të dërzomi. Se sot që kina ardhur për këtë ditë shiu, nuk kemi ardhur se nga ka mërmalli, po kemi ardhur se s'ka jetë mo, ja vdekja liri. Se në sërbi tjetë, këtë punë që nga ka bon Edi Ramane, bashkë me Ballukën, të nuk e bëkush. Pas disa orëve qëndrim përballë banorëve, automjeti i firmës 3DM u kthye pas duke mos mundur të shkojnë në kantierin e ndërtimit.